Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah I madhreshëm thot, Bela men awfa bi ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Gjithsesi, ai që përmbush marrëveshjen e vet dhe është I devotshëm, atë Allahu I don të devotshmit. Pra prej teje kërkohet besnikëria në marrëveshjet tuaja, devotshmëria në jetën tënde të përditshme, edhe qoftë në aspektin fetar, edhe në aspektin e kësaj bote, edhe gjatë bizneseve, edhe gjatë marrëveshjeve, të kesh devotshmëri, frikë për Zotin Dhul Xhelal, atëherë e ke ndihmën e Allahut dhe dashnin prej Tij. Po prej teje kërkohet besnikëri dhe devotshmëri, e prej Allahut ke ndihmën e Tij dhe dashurinë e Tij. Pak investon, shumë fiton. Andaj, kështu na duhet të lexojmë Kur'anin, sidomos tani para Ramazanit, që të reflektojmë edhe të fillojmë të ndryshojmë vetveten, të instalojmë tek ne vlerat që na duhen për fitu mirësinë e Allahut, bekimet e Tija, përkrahjen dhe ndihmën prej Tij, për të pas lehtësime në jetë, për të eliminuar vështirësitë nga jeta, për të qenë të kënaqur me Allahun, për të qenë Allahu I kënaqur me ne, për të qenë dashur tek njerëzit, për të dashur njerëzit, për të ndihmuar njerëzit dhe për të fituar respektin e njerëzve. Jeta shoqërore, nëse udhiqet në prizmën e ajeteve kuranore, gjithsesi aty është mëshira dhe bekimet e Allahut, aty është harmonia dhe lumturia, aty është mirëqenia dhe përparimi, aty është komoditeti dhe rahatia. Këto të gjëra që na I duam dhe I synojmë, realisht I humbim atëherë kur na ja kthejmë shpinën udhëzimeve të Zotit, ajeteve kuranore, porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bela men awfa bi ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Gjithsesi, ai që është besnik në marrëveshjet e tija dhe është I devotshëm, le ta dinë se Allahu I don të devotshmit. Nëse duam të jemi të dashur të Allahu, të jemi besnik në marrëveshjet tona, edhe të jemi të devotshëm në jetën tonë, do fitojmë ndihmën dhe përkrahjen e Allahut Dhul Xhelal. Allahu ndihmoft muslimanëve kudo që janë, sidomos në Gaza, në Palestinë. Allahu Dhul Xhelal ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.